Mirë mbrëma shqiptar ku do qeni, sot kam me fol për këtë fjalën gjermane. Në Shqip i bie studiuar, e shkruajnë kështu, e shqiptojnë studiren, e shkruajnë me s, kurse e shqiptojnë me sh. Në këtë renditje çështu ç'sh është, tri shkronja të para na dalin shqip. Stu, shtu, di, ren. E zavancojnë rën me j dhe pënep jen. Me shtu, di jen. A një të po për shakom lofin, ti shkon shkollë për me shtu di jen. A një të pas sa qartë, e letë e që spjegon qëllimin e rojnë e shkakun e fjallës shtudirën të gjermanishës gjua Shqipe. Edhe si kur që një të po, vesh jë edhe rëja po ka ndalim. Gjermane e kupto këtë fjallë, vesh shtu që shështë, për momentin na që shkputun fjallën e tyne në tri fjallë të Shqipës, atër mo kjo fjallat e ta nuk ka kuptim. Bile as që janë gjendje mi kutu këtu tri fjallë të Shqipës, sepse Shqipja ka ndërtu këtë fjallë, e jo gjermanishtja. Gjermane e përdor fjallën e gjuhës Shqipe dhe nuk e din. Falë gjuhës Shqipe kjo fjallë ekziston. Për me ditë gjermanishtën dhe gjuhët e tjera, dosh me ditë Shqipen. Ju falemnderit.